Për një orë rruga kombëtare Krum Qafprush Gjakov u bllokua të dielën nga banorët e dy fshatrave të Golajt dhe Hasit. Me pankarta në duar, ata kërkuan përmirësimin e kushteve të infrastrukturës, duke kërkuar një rrugë të kalueshme dhe të sigurt në aksin që lidh 20 fshatra. Kemi dalë të protestojmë nga Fatmir Muhameta nga fshati Prush, kjo rrugë i shërben 20 fshatra, qaf Lush deri në qaf Prushit e në qaf Letaj. 2.000 banorë, 1.600 votues, mbi 500 makina që paguajnë taksat çdo vit kësaj qeverie e qeverisë tjetër. Bosh nuk u kem, kur far qeverie nuk u kem. Ju kem dhënë votën 32 vjet. Sa majta, sa djathtas. Na do një rrugë, sa në tjetër zonë. Se ka do më drita, as ujë, as buk, as anë. I rrugë. Sa fshatra prek? Ne sot përbëm një protestë për rrugën, për arsye se ne edhe në partit punës, fshati Zoga e këta kanë qenë të izoluar se kanë qenë zonë kufitare. Ne mbetëm gjithmonë zonë kufitare. Ma mirë na qojnë si fshatrat, na qojnë jug, ose na hapin rrugën, na hekin dorëzimin e pasaportave në vend tonë, që na lypin, për ndryshe ne që çdo ditë na kanë këtu. Sot është ditë Bajrami edhe do rrim një orë, ditë tjera na kanë këtu 9 ditë. Ata paralajmërojnë bashkinë se nuk do të ndalen duke protestuar derisa të kenë një zgjidhje. Banorët kërkojnë nga institucionet përgjegjëse zgjidhjen e kësaj çështje që prej vitesh është lënë në harres, duke ngelur vetëm në premtime elektorale.